Dy të rinj të arrestuar mbrëmjen e së mërkurës nga policia e Shkodrës, Mikelian Toma, 32 vjeç dhe David Simoni, 34 vjeç, dyshohet se ishin nisur për të vendosur një sasi tritoli, por u pikasën nga uniformat blu. Motocikleta e tyre u pa në mënyrë rastësore në një prej rrugëve të lagjës Xhabie, në të cilën po lëviznin dy personat me skafand. Në pamje të parë, bluve u është dukur e dyshim dhe i kanë bërë shenjë të ndalojë, moment kur drejtuesi i saj ka dhënë gaz për t'u larguar. Policia është vënë më pas në rrugica në ndjekje dhe për 20 minuta, si nëpër filma, ka mundur të ndalojë dhe arrestoj dy personat, 32 vjeçarin Toma, drejtues të motocikletës, dhe 34 vjeçarin Simoni, pasagjer. Ndalimi i tyre është bërë pranë varrezave të dëshmorëve apo urës së kirit, moment kur motocikleta është përplasur në tentativë për t'u arratisur. Nga verifikimi i policisë rezultoi se targa e motomjetit ishte e vjedhur dhe me numër shasie të ndryshuar. Pavarësisht se dyshimet e grupit hetimor janë se dy të rinjt ishin nisur për vendosje tritoli, të cilën dyshohet se kanë hedhur gjatë kohës që kanë qenë në ndjekje nga policia, lënda plasëse nuk është gjetur. Toma dhe Simoni nuk kanë deklaruar asgjë në seancën e marrjes në pyetje, duke mos treguar bashkëpunëtorët dhe as arsyet pse u larguan policisë. Nuk dihet se kush ka qenë shënjestër e tyre, ndërsa hetimet në vijim pritet të zbardhin detaje më të plota. Plani ugurzi i të rinjve hell dyshime edhe pas kontrollit të policisë në dy makinat e tyre, në të cilën u gjet një bidon me benzinë, një silenciator dhe një sasi kokaine.